Përshëndetje të nderuar shikues. Ish presidenti Hashim Thaçi ka përfunduar vizitën 2 ditore në Kosovë. Në zyrat e Euleksit, Thaçit ju lejua takime me vëllezërit dhe bashkëshortën. Derisa Thaçi po qëndronte në zyrat e Euleksit në fush Kosovë, një grup qytetarësh me pankarta që mbanin mbishkrime për të, ishin mbledhur në shenjë proteste. Ish presidenti Thaçi u nis për në Hag nën masa të rrepta sigurie. Ish presidenti Hashim Thaçi, që nga dita e djeshme qëndroi në bazën e Euleksit në fush Kosovë. Ardhja e tij u lejua nga gjykata speciale vetëm 5 ditë pas vdekjes së babait. Në ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë, Thaçi në Euleks takoi 3 vëllezërit, të cilët patën mundësi që për 1 orë të qëndrojnë me të. Ata nuk u deklaruan, përveç se e konfirmuan se Thaçi është mirë. Shumë mirë është me shëndet, mirë me shëndet. Ndërkohë pranë bazës së Euleksit, u mblodhen qytetarë me pankarta të cilat mbanin mbishkrime në përkrahje të tij. Në zyrat e Euleksit, për vizit, Thaçit i shkoi edhe bashkëshortja e cila po ashtu qëndroi për 1 orë aty. Që nga viti 2020, prej kur Hashim Thaçi është në paraburgim në Hag, është hera e parë që ai qëndron 2 ditë në Kosovë. Dje Thaçi ka bërë homazh dhe ka vendosur kuror lulësh te varri i babait, i cili vdiq para 5 ditësh. Në shtëpinë e tij në Buroj është lejuar të qëndrojë shkurt vetëm me disa nga familjarët, ndërsa natën e kaloi në bazën e Euleksit në fush Kosovë. Derisa Hashim Thaçi po largohej nga zyrat e Euleksit në masa të rrepta sigurie, nga dalja në pjesën e pasme të Euleksit. Grupi i qytetarëve që ishin mbledhur për të protestuar, vazhduan ta thërrisnin emrin e tij. Të shtunën në mesditë, Thaçi ka përfunduar vizitën 2 ditore në Kosovë dhe është nisur për në Hag. Qeveria ka miratuar disa marrëveshje dhe rregullore, si dhe ka zgjedhur bordin e korporatës energjetike dhe atë të postës. Po ashtu është miratuar edhe nisma për shkëmbim të informacionit të klasifikuar me Kroacinë. Qeveria e Kosovës në mbledhjen elektronike të së premtës ka miratuar disa marrëveshje dhe rregullore, gjithashtu ka zgjedhur bordin e drejtorëve të ndërmarrjeve publike, korporatës energjetike dhe postës. Sipas njoftimit të qeverisë, Valdrin Krasniqi do të jetë kryesuesi i bordit të drejtorëve të Kekut, Merita Kasapolli, Filoret Gashi Sadiku dhe Shpëtim Zharku do të jenë antarët e tjerë. Gëzim Paci do ta udhëheq bordin e postës, Safije Beseni, Sebahat Erexha dhe Visar Nura do të jenë antar. Qeveria ka miratuar edhe rregullorën e rezultateve në punë në sektorin e shëndetësisë. Gjithashtu në këtë mbledhje, qeveria ka miratuar nismën për lidhjen e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut për zbatimin e marrëveshjes së tyre dypalshe në lidhje me bashkëpunimin për zhvillim. Ndër të tjera, qeveria dje në mbledhjen e saj ka miratuar edhe nismën për lidhjen e marrëveshjes së përgjithshme të sigurisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Kroacisë për shkëmbim dhe mbrojtje të ndërsjellë të informacionit të klasifikuar. Ish-zëdhënësi NATO Gjemishia ka folur për ATK Live lidhur me deklaratën e cila u nënshkrua ditë më parë në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë. Shia ka thënë se është domethënëse që vendet e tjera në rajon kanë treguar shpejt një interes për t'ju bashkuar marrëveshjes trepalshe. Të 3 vendet e kanë bërë të qartë se marrëveshja e tyre mbrojtjes nuk është e drejtuar kundër Beogradit, por është krijuar për të rritur bashkëpunimin mes tyre. Është inkurajuese që vendet e rajonit po marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe bëjnë këtë duke ndihmuar njëri tjetrin, tha Shia. Sonte u protestua sërish në Beograd, kësaj radhe me moton "Nuk jemi shënjestra tuaja".
Qytetarët kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe hetime se kur dha urdhër për përdorimin e topit zanor kundër demonstruesve paqësor më 15 mars. Nuk jemi shënjestrat tuaja, me këtë slogan u mbajt protest në Beograd, në vendin ku më 15 mars, sipas dëshmive të mira pjesëmarrësve, u përdor një top zanor kundër demonstruesve. Tubimi nisi me 17 minuta heshtje në nderim të viktimave në Novi Sad dhe Maqedonisë së Veriut. Pjesëmarrësit mbanin drita të ndezura të telefonave dhe pankarta me mesazhe, dashuri, drejtësi, dinjitet dhe dije. Qytetarët kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe hetime kush dha urdhër për përdorimin e mjetit që shkaktoi panik dhe dhimbje në kokë dhe në vesh. Kjo është një çështje jete, nuk ka rëndësi nëse është top, mund të jetë edhe korrupsioni, një fjalë e keqe, ndalimi për të punuar. Të gjitha këto kërkojnë luftë dhe drejtësi, tha një qytetare. Nuk kemi frikë, por guxim i shtuar. Studentët e nisën këtë betejë dhe ne do të jemi për krah tyre deri në momentin kur do të ndodhin ndryshimet që janë të natyrshme dhe të domosdoshme, tha një qytetare tjetër. Autoritetet mohojnë përdorimin e topit, por organizatat për të drejtat e njerëzit paralajmërojnë për shkelje të rëndë të së drejtës për tubim paqësor. Ministri Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliu, ka publikuar një video mesazh në cilin ka folur për ndryshimet klimatike që paraqesin rrezik për ujërat në Kosovë. Aliu ka apeluar për ruajtjen dhe kursimin e çdo burimi të ujit. Kosova përballet me sfidë të mëdha në menaxhimin e burimeve ujore. Aktualisht jemi vendi me sasinë më të ulët të furnizimit me ujë për kokë banore në rajon. Dhe për shkak të ndryshimeve klimatike pritet përkeçimi më tej. Pra, na presin thatësira dhe vërshime. Për të përballur me këtë situatë kemi ndërmarrë tashmë hapa të rëndësishëm. Investimi në zhvillimin e rezervuarëve, pra në digat e reja që do të mundsojnë akumulimin e ujit, i kombinuar me projektet e pastrimit dhe rregullimit të shtetërve të lumeve, mundsojnë rritjen e rezervave ujore, ruajtjen e burimeve ujore, menaxhimin e vërshimeve dhe lehtësim në periudhat e thata. Digat e Kuqisës, Dragaçinës, Pollatës i kanë të kryera studimet e duhura dhe po punohet në dizajnet e detajuara, ndërsa në përfundim janë studimet për digat e Desivojcës dhe Firajës. Hartat e përfunduara të rrezikut dhe rrezikshmërisë nga përmbytjet, planet të menaxhimit të pellgjeve lumore, sisteme për menaxhim të sigurisë së digave dhe zhvillimi i sistemit informativ ujor mundsojnë menaxhim efikas të burimeve ujore dhe janë pjesë e paralajmërimit të hershëm në fatkeqësitë natyrore. Ruajtja e burimeve ujore është thelbësore për zhvillim të qëndrueshëm dhe për të ardhmen të sigurt. Vendit i duhet ndihma dhe bashkëpunimi juaj. Ruaj çdo pikë uji. Ndryshimet klimatike spresë. Pikërisht në ditën botërore të ujit, një pjesë e kryeqytetit ka mbetur pa ujë të pijshëm si pasojë një defekti. Kështu ka njoftuar Kompania Rajonale Ujësjellësit Prishtina. Dita botërore e ujit e gjen një pjesë të madhe të lagjeve të kryeqytetit pa furnizim me ujë të pijshëm. Sipas banorëve të lagjes Muharrem Feza, që nga dje ata po përballen me mungesë të ujit. Mormi me bidon këtu shishe, me gojme me ujë. Me kalu këtë krizë, diçka duhet bëjmë. Se veç me kritika së nuk po bëjmë kur gjatësh. Pagesin e bëjmë me rregull, bile davazë si hapi ka herë. Inshallah me s'përbojnë diçka se në përbanesa o shtirë, me të blenë e krejtë. Mas të për banjo që na mundon se këto që jatë. Që 2 ditë s'ka ujë, katastrofë, gjithë kjo ndërtes pa ujë. Edhe lagjet të tjera në kryeqytet mbi 24 orë kanë mbetë pa ujë. Me mungesë të furnizimit me ujë të pijshëm përveç lagjes Muharrem Feza, po përballen edhe banorë të lagjeve të tjera, sikurse ata të matit 1, Rrugës B, Ahmed Gashi, Jakov Zoza dhe 2 lagje të tjera në kryeqytet. Sipas njoftimit të Kompanisë Rajonale e Ujësjellësit Prishtina, lagjet kanë mbetur pa ujë si shkak i një defekti në rrjet. Sipas tyre, ekipet janë pothuajse gati në izolimin e defektit dhe më pas rregullimit të tij.
përderisa urbanizmi ka shënuar rritje, sidomos në zonat banuese, u tha se mund të haset edhe në probleme të tilla. Edicionin e vazhdoj me një material nga kultura. Në kryeqytet u hap ekspozita e artistit e fotografit nga Maqedonia e Veriut, Osman Demiri, Hapat e parë në kamp, me fotografi të fëmijëve nga Kosova gjatë vitit 1999 në kampin e Qegranit në Gostivar. Ekspozita Hapat e parë në kamp e fotografit shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Osman Demiri, u hap në Prishtinë, duke sjellur për publikun kosovar pamje prekse nga kampi i refugjatëve në Qegran gjatë vitit 1999. Kampi Qegranit ka qenë një qytet i tërë. Faktikisht në kamp Qegranit ka pas banor më tepër se vetë qytetin e Gostivarit. E vetmja gjë dhe e vetmja shpresë të atij kampi kanë qenë këta fëmijë. Një dëshmi e luftës dhe të gjithë atyre përjetimeve që përjetoi ky popull. Kjo ekspozit shërben si një dëshmi vizuale e përvojave të fëmijëve kosovar gjatë asaj periudhe të vështirë, duke reflektuar mbi mbijetesën dhe vazhdimsinë njerëzore. Qindra fëmijë kanë bërë hapat e tyre të parë në një tokë që në fakt i priti pa rënj, por jo pa dritë. Dhe në fotografitë të Osman Demirit, në fakt ata janë farat e së ardhmes të mbjellura në mes këtyre rënojave. Na sjell emocione shumë të fuqishme, që ato emocione ende e bardhin atë peshën e kohës, të e ditë që kemi kalu një periudhë shumë të vështirë gjatë luftës. Hapja e kësaj ekspozite në Prishtinë ofroi mundësinë për vizitorët të reflektojnë mbi historinë dhe përvojat e fëmijëve gjatë asaj periudhe të rëndësishme, duke kujtuar sfidat dhe shpresat e tyre që përjetuan egzodin e vitit 1999. Në Turqi kanë vazhduar protestat kundër arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit. Policia ka përdorur plumba gome dhe sprej gjatë përleshjes me protestuesit. Autoritetet kanë thënë se kanë arrestuar rreth 350 persona në gjithë vendin. Qindra persona janë arrestuar gjatë natës së tretë të protestave në Turqi. Autoritetet atje kanë thënë se kanë arrestuar 343 persona në tërë vendin gjatë protestave të së premtës. Mira persona janë mbledhur në Stamboll të premtën, ndërsa raportohet se policia ka shtënë me plumba gome dhe sprej pas përleshjeve me protestuesit. Protestat në Turqi kanë nisur pas arrestimit të Ekrem İmamoğlu't, kryebashkiakut të Stambollit, e që është një nga figurat kyçe opozitare të Turqisë. İmamoğlu u arrestua nga autoritetet disa ditë para se të shpallej kandidat për president në zgjedhjet presidenciale të 2028-s, në bazë të akuzave për korrupsion dhe për ndihmë të grupeve terroriste. Gjatë një fjalimi të mbajtur të premtën, presidenti Recep Tayyip Erdogan i dënoi protestat dhe tha se qeveria nuk do t'i nënshtrohet vandalizmit apo terrorit të rrugës. Ne nuk do të pranojmë prishjen e rendit publik, tha Erdogan. İmamoğlu, që vjen nga partia laike republikane popullore, shihet si një nga rivalet politik më të fortë të presidentit aktual Recep Tayyip Erdogan. İmamoğlu ishte njëri nga më shumë se 100 personat, përfshirë politikanë tjerë, gazetar dhe biznesmen që u arrestuan si pjesë të një hetimi. Me këto informacione nga Turqia po e përfundojmë këtë edicion, ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.